Akuzat i ka të rënda. Nuk shkojnë, nëse gjendet fajtor, nuk shkojnë në burgim përjetshëm, normale, por fillon nga 25 vjetë burg. Tani ai edhe firmat cilat ai kontrollon, edhe është administratori i tyre, akuzohen për pastrim parash, organizat kriminale, strukturë kriminale, e gjitha me radhë. Si mundet Këshilli i Lartë i Gjyqësorit i çon parakt? Nuk e bllokon dot, domethënë, okay, mirë, nuk po të kishte në një bashkia, ku e diun, bashkia Belç, bashkia Gramsh, që nuk i ka vajt informacionin mas. Po Këshilli i Lartë i Gjyqësorit vazhdon dhe paguan një firmë tillë duke ditur me kë ka bërë dill. Mirë që duhet jetë në hetim se si ja dha një gjë të tillë. Po ka që në janar të 2000, domethënë, ai në tetor shpallet në kërkim, është një ndër personat më të kërkuar në këtë vend dhe ti i çon para në firmën e tij, në llogarinë e biznesit. Janë të rrezikta ç'a bëjnë në një mënyrë të tyre apo jo? Dhe nuk është një dy, domethënë. Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve, zonat e mbrojtura, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mbrojtjes. Domethënë, ç'a ka më ky shtet? Miqë, ku diun, mirë që si ka pagu dhe Spaku ca lek. Po të Spaku s'kan fitu ndonjëherë këta tendera. Se po t'ishte, domethënë, kjo është në logjik. Ajo që, sikur të kishte